Gati çdo artist e fillon karrierën me një stil që nuk është i veti. Great, now none of us can watch TV. That's my TV! No crap, that's why I'm freaking stealing it. Hip-hop, kur dikush ja nis me bo rap, shpesh zgjedh me bo boom bap. Just like Uniblab, robotic kick and flab. R&B, krejt ja nisin me balada për me dal të club bangers. Techno minimal. E në rock muzik, grunge ose punk klasik. Pse ndodh kjo? Kjo shpesh ndodh kur je në fillim, nuk i ende identitet muzikor. E një ndërsenet kryesore është siguria, e di që s'ga bën kur shkon sipas rregullave. Është si një farë lloj respekti për traditën, por edhe si test. A jemi zoti me e bu si ata të mëdhejt. Plus është një farë tute edhe nëse del me njëherë me diçka moderne, njerëzit mendojnë që si e real, që e anashkalon kulturën, e sidomos në hip-hop. Po kjo nuk është e vërtet. Shumë thjesht, zoni yt nuk o me u dëgju kur nëse e vesh një kopje. Kur munohesh me bu qysh duhet, përfundon të diglu si dikush tjetër, që e ka bu edhe ma mirë para teje. Kështu që mos u mundo me zbulu ujin e nxehtë. E artistë që bojnë dallime, janë ata që thyjnë rregulla. Tyler the Creator nuk e ka nis të tinglu si Jay-Z. E ka nis me horrorcore beats, tekste të çuditshme edhe vizionin e vet. E tash është ikon. Edhe plus kur të mendon, rregullat e zhanrit janë shpesh të shpikura. Duhet me pas refren catchy, duhet beata trap, duhet me pas hook, kush ka thonë. Rregullat shpesh vijnë nga tregu e jo nga shpirti. What the hell's going on, bro? What are you doing? You're not the thinker. Kur bën çka del natyrshëm, je ma original, pa u lodh. E shumë artistë shqiptar janë suksesshëm pikërisht kur e njekin formulën, sepse trendi është i përkohshëm. E ju ndjekeni Urban FM në krejt platformat sociale edhe subscribe në YouTube.